Në hyrje të emisionet e përmendëm që zëvendës kryeministrit në detyrë Besnik Bislimi është intervistuar nga prokuroria speciale e ai në lidhje me këtë intervistim ka reaguar në rrjetin social Facebook duke thënë se sot isha në prokurori i ftuar në cilësinë e dëshmitarit në hetimet e prokurorisë rreth funksionalizimit të fabrikës për nënprodukte shtatëzore në Drenas. Intervista zgjati diku 1 orë 30 minuta dhe përgjatë kësaj kohe nuk kishte asnjë pyetje që mund të cilësohej si pyetje drejtuar një dëshmitari. Po ashtu, arrita të konfirmoj që të gjitha informacionet që prezantova sot kanë mund të grumbullohen shumë më lehtë pa patur nevojë fare për intervistim. Do të kishte mjaftuar një studim minimal për detyrat e përgjegjësitë e zëvendës kryeministrit brenda portofolës së integrimeve evropiane dhe një shfletim i shpejtë i raporteve për vendin ndër vite nga Komisioni Evropian. Nisëm nga fakti se hyrja e ndërtesës ku u mbajt intervista ishte vërshuar nga portalet, gjë që nuk ndodh në rastet e tjera kur ftohen dëshmitarët, dhe nga përvoja nxjerrjes në media të lajmit për intervistim saktësisht kur po zhvillohet një takim trilateral i dialogit në Bruksel, del i pashmangshëm përfundimi se qëllimi parsor i kësaj interviste ka qenë prodhimi i lajmit medial, ku eksponentët të qeverisë bën pjesë e titujve bashkë me termin skandal. Skandal në thojza e referuar gjithmonë skandal sipas Besnik Bislimit, që prokurori për eksponent skandal faktikisht që origjinën nuk e ka pas as ministri të linjes, as në prokurori, por të eksponentët të medias. Kjo vendos prokurorinë në një perspektivë jashtëzakonisht negative e karshi përgjegjësive që do të ketë edhe orientimit që ka zgjedhur të ndjek. Do të ishte më interes të shumë fish që kjo çështje të rishikohet. Është ky reagimi i zëvendës kryeministrit në detyrë Besnik Bislimi, i cili këtë intervistim nga prokuroria speciale e ka cilësuar si të qëllimshëm që të krijohet lajm mediatik sipas tij, e kështu ne kemi arritur në fund të pjesës së parë.